Dy prej mbrojtësve të kombëtares shqiptare Elseid Hysaj dhe Marash Kumbulla janë duke kaluar disa ditë pushimi së bashku në ishullin e famshëm të Ibisës pasi përfunduan angazhimet me ekipin kombëtar në dy ndeshjet e fundit me Serbinë dhe Letoninë për kualifikueset e Botrorit 2026. Elseidi ishte ai që luajti në takimin e parë kundër Serbisë dhe zhvilloi një ndeshje të madhe duke u bërë protagonist me fitimin e penalltisë, ndërsa Marashi u preferua në takimin e dytë pasi Gjimshiti ishte i pezulluar dhe Ajeti i dëmtuar. Ky imazh i përbashkët i Hysajt dhe i Kumbullës tregon lidhjen mes lojtarëve të kombëtares, të cilët nuk është se e kemi hasur shpesh në vitet e fundit. Shumica e djemve që përfaqësojnë Shqipërinë luajnë në kampionate dhe ekipe të ndryshme dhe koha e tyre e përbashkët është vetëm kur grumbullohen në ekipin kombëtar. Më herët lidhja mes lojtarëve të kombëtares ishte më e ngushtë, ndoshta edhe për shkak të vështirësive që hasnin shqiptarët jashtë. Ndërsa në fushë pritet të luajnë për dy rivalë të njohur të Serie A, Lacion dhe Romën në këtë periudhë vere, Hysaj dhe Marash Kumbulla kanë vendosur të lënë mënjanë rivalitetin e derbit dhe të shijojnë qetësinë dhe bukuritë e mesdheut. Megjithatë, Hysaj, i cili prej kohësh është pjesë e Lacios, dhe Kumbulla, që kthehet te Roma pas huazimit nga Espanyoli, po tregojnë se jashtë fushës së lojës misia dhe respekti janë mbi çdo rivalitet klubesh. Ibisa, me plazhet e saj të mrekullueshme dhe atmosferën e relaksuese, ka qenë destinacioni perfekt për dy futbollistët fuqesi për të rilindur dhe për të rifituar energji para sfidave të reja sezonale.